gjykatat statistikisht sot e gjithë ditën janë jashtë çdo lloj ideje të qenit gjykat. Pra në qoftë se shifra e pranueshmërisë e kërkesave të prokurorit është afër 100%, teorikisht, dhe në çdo definicion statistikor, por edhe legal, ti nuk quhesh më gjykat. Se ti nuk gjykon, çfarë gjykon ti? Në qoftë se pranueshmëria është thuajse 100%, është afër 100%. Është me statistika kjo? Po, sepse Shqipëria ka një të dhënë shumë interesante. E ka 2.2% nivelin e pafajësisë. Rusia e ka 0.8%. Mesatarja e Bashkimit Evropian është 34%. Pra 34% në mesatare flas, në hapësirën demokratike të Bashkimit Evropian, gjykatësit mendojnë që prokuroria ka fut kot. Pra është kontroll, kjo tregon kontroll të gjykatës mbi procesin. Ndërsa këtu është 2%, që do të thotë sa është pranueshmëria? 98%, sa e doni ju? Dhe këtu nuk kemi, këtu s'ka gjykat. Teorikisht, statistikisht, kjo nuk quhet gjykat. Kjo quhet thjesht një zyrë noteri që noteron ato që thot prokurori dhe mirupafshim.